Jemi rikthyer sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë, siç u thasha edhe pak më parë, do të flasim për të gjitha zhvillimet e aktualitetit politik me gazetarin dhe analistin Mentor Nazarko, i cili më ka mbërritur në studio. Mirë se erdhe për herë të parë, zoti Nazarko. Si një bohem i studiove televizive këto 30 vite, si duket kjo studio jon? Kënaqësi, studio më e madhe në pikpamjen të vëllimit. Natyrisht nuk më ka tërhequr vëllimi, po më ka tërhequr cilësia e bashkëbiseduesit. Me bashkëbisedues cilësor prodhon dhe ide më cilësore. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë mbi gjitha që erdhe. Zoti Nazarko, në raporti i Baru diskutua shumë se nuk do të miratoj, opozita thoshte se ajo që ndodhi me Zorin Balluku në kuvent që Mazhoranca Socialiste vendosi të mos i hiqte imunitetin e kërkuar nga SPAK, do të ndikonte dhe ky raport nuk do të miratoj, që është më i rëndësishmi për kapitujt 23 dhe 24, drejtësia dhe sundimi i ligjit. Si ju duket ky moment? E meritojmë apo situata gjeopolitike dhe gjeostrategjike bën që në këtë proces të marrim ndonjë gjë edhe me ndonjë sy mbyllur apo me ndonjë vesh shurt, siç thotë populli? Po, në lidhje me procesin e integrimit ka dy lajme. Një është i Bari i famshëm, cilën populli edhe që ndjek këtë bisedën tonë, ndoshta nuk di, ose dhe sado që ta shpjegojmë ne, është aq shumë teknik, konceptualisht, do të ishte vështirë që ta qartësoni. Dhe lajmi tjetër është letra e kancelarit Merz, në cilën ai, që në fakt është negociatori kryesor në emër të bashkimit. Shkaku dhe pasoja, me pak fjalë. Jo, një sekond, janë dy lajme paralele. Të cilat lidhen me njëri tjetrin. Lidhen sigurisht me njëri tjetrin, por i Bari është komentuar më së shumti këtu. Ndërkohë që letra e Merzit, që në fakt është më vendimtarja, nuk është komentuar gjërësisht. Po e nisim nga i Bari. Berisha ka të drejtë kur thot që teksti i majt, i cili kaloi u votua, është i tekst ka shumë amendamente, pra ka shumë list kushtesh. Në raport me draftin e janarit. Raport me draftin e shkurtit. Pra, fillim vitit. Janë shtuar shumë kushtëzime, në cilët janë produkti shumë vendeve, pa jo thjesht po themi i Gjermanisë, po mund të ketë edhe Greqia, dorë, mund të ketë Hollanda, mund të ketë edhe një vend tjetër. Dhe jo vetëm janë shtuar kushtet, por edhe ati ku është pjesa e konstatimeve, kemi referenca deri diku më të forta. Por gjithsesi, raporti i Barë është një hallkë e cila duhet të kalonte për të shkuar në të hënën në atë që është konferenca ndërqeveritare, që është një hap përpara në marrëdhëniet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Kurse kur shkon puna tek letra e Merzit, do duhet që të themi që Gjermania është praktikisht shteti më i rëndësishëm, i cili përcakton tonusin e marrëdhënieve, zgjerimit posaçërisht, meqense bëhet fjalë për zgjerim, përkundrejt vendeve kandidate. Po ta dëgjoj një dikush nga Franca këtë, nuk do të ishe shumë dakord. Po, shikoni, Franca... Se kjo dualizmi mes tyre ka kohë Sigurisht, por ama, po ashtu nuk besohet që çështja e po themi çështja e Shqipërisë apo vendet Ballkanit është çështje për cilën ka dualitet. Pra duket që Gjermania, siç e tregoi dhe kjo letër, është violina kryesore. Çfarë shquhet atje? Shquhet diferencimi i Ukrainës si një vend, si një antar i asociuar. Dhe identifikimi ose konsiderimi apo klasifikimi i vendet të Ballkanit si vende me statusin e vëzhguesit. Natyrisht secili prej këtyre dy statuseve, qoftë i antarit asociuar, siç mendohet për Ukrainën, dhe vëzhguesit nuk janë antarë me drejta plota. Nuk janë me drejta, por ama do të kenë disa privilegje. Çfarë duhet të thënë në lidhje me këtë letër të kancelarit Merz? Duket që kjo është zgjidhje gjermane, natyrisht duhet të jetë e konsultuar, e cila kërkon të kapërcej ato pabarazit në nivelin e reforma që janë kryer në një vend apo në vend tjetër. Së dyti kërkon që të kapërcej ato vështirësitë procedurale të miratimit të statusit të antarëve, që do thotë votimi i parlamentet vendeve anëtare, eventualisht një pjesë e vendet mund të jetë në zgjedhje etj. Dhe po flasim për Ukrainën, ndërlidhja
e këtij statusi, pra të antarit asociuar me kushtet e sigurisë, me garancitë e sigurisë që do të vinë ose janë domosdoshme në një tekst marrëveshje të paqe me Rusinë. Pa ndërsa procesi i paqes me Rusinë është duke ecur, supozohet, funksionojnë negociatat, Shtetet Bashkuara Rusi, por edhe Bashkimi Evropian po kërkon të gjejë negociatorën e vet. Pra, qenë antar i asociuar do ta përforcojë statusin e Ukrainës përkundrejt Rusisë. Ndërkohë që për Ballkanin duket që ka fituar mjerisht, dhe në fakt ky është lajmi më i rëndësishëm mendoj unë, duket që ka fituar mjerisht një opcion ose një skenari i cili është përfolur përpara. Pra, skenari i avancimit të shteteve të Ballkanit në grup. Pra, duhet mendohet që ky statusi i vëzhguesve, i vendeve vëzhgues, të paktën në këtë moment të dhënë kur do hapen dyert, pra supozohet që hapen dyert, por ama të dy grup vendet, pra Ukraina dhe Moldavia dhe vendet e Ballkanit, nuk do të kenë drejtat plota, do kenë disa privilegje. Ama në këtë moment të dhënë, që është 2028, 2029, 2030, vendet e Ballkanit do të kenë të njëjtin start ose të njëjtin pikë mbërritje ose pikë referencë. Kjo në fakt u paratha nga e shtuquar letër Rama-Vučić, të cilët janë dy kryeministra, të cilët janë përfolur në Frankfurter Allgemeine Zeitung, që çfarë nënkuptonte ai editorial? Nënkuptonte i përbashkët që një frontrunner ose një vend që i paraprinte procesit të integrimit, Shqipëria bashkë me Manezi, me një vend që është në fund të këtij procesi, Serbia është në fund të këtij procesi, kërkojnë gjenjë emërus minimal të përbashkë në mënyrë të tillë që në këtë hap të ardhshëm, që është hapi 28-29-s, të jenë bashkë. Të përfitojnë bashkë. Kjo, zoti Nazarko, se Shqipëria ka 90% qytetarëve plus që e duan integrimin në Bashkimin Evropian. Serbia është vendi me renditje më të ulët në Ballkanin perëndimor për qytetarë që dëshirojnë bëhen. Shikoj, një sekond. Se kur hym Shqipëria, se kur hym Serbia, nuk e përcakton fare as Shqipëria as Serbia. Dakor, po kjo e përcakton Gjermania. Pra, dalja e Gjermanisë në këto terma, po të mbani parasysh, mendohej edhe nga opozita propagandoi që Gjermania do ishte bllokuesja kryesore e avancimit të Shqipërisë, për shkak të sistemit drejtësisë. Me sa duket, Gjermania ka gjetë një qasje kolektive, pra e shikon vendet e Ballkanit si një tër, dhe këta dy udhëheqës në një moment në cilin nuk janë marrëdhëniet më të mira të tyre, ndër personale, ndër shtetërore. Pra nuk flitet tani siç ishin ato mbledhjet aso kohët Ballkanit hapur ku kishte marrëdhënie miqësore të Ramës me Vučićin, por ka ftohtësi totale, ka xhelozi. Duket që Gjermania ka zgjedhur opsionin që mos ta lej jashtë Serbinë. Ishte një shkrim shumë i saktë i Albatros Rexha, në cilin edhe ai e vinte theksin tek letra e Mersit dhe linte të kuptojë që aspirata e Shqipërisë për të hyrë bashkë me Malin e Zi, me sa duket nuk ka për të përmbushur. Do të ketë qasje apo përparim kolektiv në këtë hap. Natyrisht do vazhdoj procesi bazuar mbi merit, por në këtë hap i ardhshëm do të jetë në grup. E qartë. Tani, për shkak të 10 minutave, do më duhet që të bëj nga një pyetje dhe të lë kohën në dispozicion për të folur për gjitha çështjet që janë pak a shumë gjatë javës. Berisha shkon nesër drejt një rikonfirmimi si kryetari i Partisë Demokratike, pasi nuk lejoi garën. Isha Saljanin para pak minutash, tha 30 deputet Partisë Demokratike më mbështesin mua privatisht, por publikisht nuk u atendot emrat, ndërsa vazhdon akuzat për një bashkëqeverisje. Si shikoni këtë zhvillime sot në Zot? Unë besoj që është e vërtetë që janë 30, ndoshta janë dhe më shumë. Po pse? Pëse po të shikosh emrat e tyre në përplasjen Basha-Berisha, pra me njëherë sa Basha vendosi përjashtimin e Berishës, atëre do të kuptosh që sa gradualisht, po themi, një pjesë e këtyre emrave ishin nga mbështetës Bashë dhe kritik të Berishës u shndruan që të gjithë në mbështetës publik të Berishës. Ndërkohë që në jënë publik, me siguri ata vazhdojnë të kenë të njëjtat pikpamje që kanë patur edhe 3 apo 4 vite më parë. Ndërkohë që sa i takon Berishës, ajo çfarë është pa kuptueshme për mua është fakti që pse Berishës i interesonte ky lloj referendumi mbi figurën e vet, ndërkohë kur në qoftë se ai pret ta shtuquhet një lajm i madh për heqjen e non gratës, ky
kjo heqje duhet të kushtëzohet me faktin që Berisha nuk ka rol drejtues të rëndësishëm në politikën shqiptare. Po të mbani mend, dolën disa dokumenta në cilën ajo kompania që kishte marrë përsipër heqjen e cilësimit non grata, i shkruante Departamenti i Shtetit thoshte që ai nuk ka rol po të të rëndësishëm drejtues apo vendimarrës aktiv në politikën shqiptare. Ndërkohë që zgjedhja e tij në këto kushte potencon apo fuqizon idenë që po, ai është vendimar, madje është vendimar si kryesor. Kështu që unë kam vështirë që ta kuptoj se pse i duhet atij një gar pa asnjë lloj rivali. Është e ka sigurt që non grata nuk hiqet. Këtë nuk e dim, edhe unë besoj që është shumë e vështirë, thuajse pa mundur, por domethënë të heqësh non gratan që vjen nga Departamenti i Shtetit. Se departamenti atë që vjen nga Departamenti i Thesarit është ndryshe. Ka disa raste tek Thesari që është hequr. Kështu që kjo është, si thua, për të thënë shkurt, për të dhënë përgjigje shkurt edhe këtij pretendimit të zotit Saljani dhe këtij referendumi që sheh Berishën si vigan liberator edhe mbas 30 e ca vjetësh në krye të... Ka ndonjë shans në dy palë zgjedhjet e ardhshme 27 dhe 29 Partia Demokratike me këto kushte që ka aktualisht, apo nuk shkon për te çfarë shkojnë në 23 dhe 25 përkatësisht? Shiko, vetëm nëse ka rrëdhëzim të vetë qeverisjes, për shkak vet apo si perandoritje mëdha që rrezohen nga brenda. Po si për shkak të degenerimit të imagjinueshëm nga kosta e madhe në pushtet, madje ne këtë hipotezë ose këtë aksiome kemi patur edhe kur një parti ka qenë qeverisje për 2 mandate. Aq më shumë kur është për 4 mandate. Pra, zakonisht është thënë që humb qeveria dhe nuk fiton opozita. Kështu që probabiliteti mund të jetë real që të vijë PD në pushtet, por nuk e shoh me Berishën krye, mund ta shoh me secilin prej liderëve që të tjerë që janë në tonjës te dera kryetarit, po jo me Berishën. Çështja e tranzicionit nga qeveri në qeveri është një çështje ndërkombëtare, nuk është çështje e brendshme. Po ta shikoni sa herë që ka ndodhur rotacione në Shqipëri, këtu ka ardhur shefi CIA-s ose zvend shefi CIA-s, kështu që lajmëtarët e parë, dallandyqit e parë të lajmërimit të ata përcaktojnë tranzicionin, ata japin garancitë atij që largohet, që nuk do prekesh etj. E qartë. Edhe diçka tjetër këtu, por para se të flasim pak edhe për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. Si e shikoni qeverinë aktualisht? Komode? Sigurisht, sepse ka ndodhur diçka që lidh pyetjen tuaj e dytë ose bllokun e dytë me fillimin e bisedës. Me fillimin e bisedës. Për hir të vërtetës ka një lajm të mirë që opozita është duke si në mënyrë konstruktive, është e përfshirë procesin e reformës territoriale, që është lajm pozitiv, është duke miratoi një rezolut për antarësimin në BE, ashtu siç u miratua rregulloria në mënyrë konsensuale. Supozoj që dhe reforma zgjedhore do të miratohet ashtu dhe imagjinoj që dhe reforma kushtetuese mund të jetë konsensuale. Pra, pavarësisht retorikës Berishës cila ka arritur nivele qiellore, tani reforma kushtetuese parashikoni prekjen kushtetut? Po sigurisht. Unë mendoj që do të ketë ndryshime kushtetuese, jo thjesht për përbërjen apo numrat në ndoshta krijimi një dhome të dytë apo zvoglimi numrave në parlament, në kuvend, pra në dhomën e ulët. Kështu që shoh këtë klim e cila lehtëson qëndrimin pushtet, por natyrisht sot armiku kryesor i qeverisë është SPAK-u dhe nuk është opozita. Interesante. Flasim pak për zhvillimet në Kosovë, reagime të shumta sot nga një vendim i Albin Kurti, që nuk është hera e parë që bën fakt, dhënia e 100 euroshit për disa kategori në nevojë që u cilësua totalisht si një ndërhyrje në fushat, pavarësisht se aty janë zgjedhjet e jashtëzakonshme, fushata bëhet vetëm 10 ditë përpara se të mbahen zgjedhjet, kështu që nga kjo të paktën nga ana ligjore është i përjashtuar Kurti që ka shkelur ligjin, por nga ana morale duhet diskutuar dhe akuza shumë të forta më pas. Duket më bëri përshtypje një analizë e Baton Haxhiut që në Kosovë po bëjnë fushat për të gjetur tradhtarin. Pra, Vjosa Osmani akuzon Albin Kurtin çfarë fole me Lajçakun dhe me Aleksandar Vučić në Bruksel në një dhomë më vete, nga ana tjetër edhe Kurti akuzon Vjosa Osmanin në atë tryezën e famshme ku ishin pranishëm dhe përfaqësues të Serbisë. Në lidhje me vendimin e parë, është krejtësisht e qartë që në pikpamjen ligjore e kushtetuese, ky vendim i zotit Kurti është jo ligjor, sepse është një ligj i 2022-shit që flet për qeveritë në detyrë dhe ai ndalon vendimarrje të cilat prekin buxhetin.
Një vendim i tillë projekt buxheti më duket në një vlerë për 250 milionë eurosh. Kështu që në kuptim përmbajtësor, kjo është në fakt blerje e votës. Edhe nëse është parashikuar më parë projekt buxhetin zotin Nazarku, do të bëhet thjesht alokimi? Unë kam përshtypjen që nuk është parashikuar. Okej, dakor, tu është çështje tjetër pastaj. Nuk është parashikuar, mirë po nga këndvështrimi i opozitës është një rreth vicioz, ose është një hapësirë e kufizuar për ta kontestuar, sepse çdo lloj kontestimi do të sjellë efekt elektoral të kundërt. Pra, ata që janë përfituesit e kësaj ndime do ta paragjykonin opozitën si kritikë e saj. Unë nuk kam dëgjuar, për shkak se kjo është e përsëritur, është disa ta herë që Kurti e bën. Unë nuk kam dëgjuar ndonjë opcion ose ndonjë alternativë të opozitës, e cila mund të thoshte shko, merreni parat, kur të vim në pushtet do t'i rrisim rrogat, por ne do fokusojmë të zhvillimin në mënyrë tillë që rrogat të rriten më shumë se sa 100 euro që merrni ju familjet nevojshme. Pra të dita përdor këtë moment edhe pse duket në disfavor të tyre. Po, sepse e kanë vështirë që ta përshifje një shkrim, në fakt unë referohem shumë Kimet e Berishës, që është një mendje brillante e mendimit kritik kosovar, pavarësisht asaj që ajo ndihet ashtu në atë ekocentrizmin e vetë më rreshtuar me zotin Kurti, që ato shkojnë çdo lloj kritike për një vendim të tillë, në fakt fyen popullin. Dhe përpasoj ka impakt elektoral. Ndërkohë për lidhje me akuzat për tradhtar që ju thatë, e vërteta është që Zoja Osmani vazhdon edhe ose fushata ose parafushata në terma ligjor, vazhdon me temën e akuza. Unë mendoj që është e gabuar, aq më tepër insistimi në këtë temën e akuza për lidhjet e Kurtit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo si thosh kundërvënien e tij ndaj Shtetit të Bashkuara të Amerikës, për dy arsye kjo qasje është e gabuar. Së pari se duket mjerisht që të lançosh, të hedhësh një akuzë tillë në opinion publik Kosovës në vitin 2026, me sa duket nuk përbëka në i lajmë tronditës, që presidenti, që është një më informuar për sjelljen e kryeministrit në ato zyrat e mbyllura, thotë diçka të tillë, në 2026 bëj akuzat të tilla, nuk përbën lajm të madh. Pra nuk ka ndikim në elektorat. Ndoshta 10-15 vjet përpara, 20 vjet përpara mund të kishte skena të tmeshme, por sot nuk ka. Kjo është arsye pse Kurti apo konjufsa janë duke relativizuar këtë akuzë, duke thënë pashikoj edhe Kurti konjufsa thanë pak a shumë të njëjtë gjë, thanë pashikoj sa Osmani tha do ta mbrojë Amerikën nga Kurti. Duhet që ishte një tallje inteligjente. Ndërkohë që Zoja Osmani me këtë, përveç që nuk ka impakt elektoral, rikonfirmon si thosh një përpjekje ose një etiketim që po ja bëjnë suksesshëm kundërshtarët e vet që janë nga të gjitha anët, qoftë edhe Partia Socialdemokratike që thonë shko kjo për pushteti ndron pozicionet, është inatçesh etj. Kështu që në këtë kuptim kjo lloj dikush thotë që kjo është naive, në fakt thotë është karrieriste, politikan për këtë punë në politikë për të bërë karrierë. Jo, nuk është naive të është karrieriste. Naive është thjesht karrieriste dhe të përpiqesh ta fshehesh. Ky është problemi. Jo, unë nuk shoh që ajo përpiqet ta fsheh, po unë mendoj që Zonja Osmani, në fakt LDK-ja, duhet të rikthehet. Zonja Osmani duhet të kapërcej pra këtë paradigmë që i atribuohet asaj si një ripërçarës apo një që ka tradhtuar LDK-n, por të jetë një figurë bashkuese. S'është një president. Unë jam presidencialist si rrymë mendimi dhe do parapërqeja që ajo të ofronte një platformë për zgjidhjen e krizës, sepse mund ndodhi që prap edhe kur të mbarojë zgjedhjet, prap gjendemi në një kushte 10 vota bashkë me pakicën e kushte, pastaj prap të ketë zgjedhje, pastaj të ketë prap, pra ajo do të jetë figurë pajtuese edhe tani. Aq më tepër që ai slogani që ka partia vet është që këto janë zgjedhje prezidenciale. Unë s'e kuptoj se si janë zgjedhje prezidenciale, se nuk votohet për presidentin, por që të ishte koherente me këtë cilësim do duhet kishte të propozonte një platformë për zgjidhje, një platformë për ose një kod etik, apo të kishte një kod lojaliteti ndaj shtetit që të përfshinte ose ftonte edhe partitë serbe që deklaroheshin pro kushtetutës, pro shtetësisë Kosovë. Pa nuk po shoh, ashtu si nuk po shoh nga Abdi Xhiku, nga Bedri Hamza, nuk po që janë ekonomistë, janë financieri, nuk po shoh
fokusimin tek ekonomia, tek energjia. Dhe po shoh disa gazetarë, disa kolegë, domethënë, të cilët po bëjnë denoncimet reale, shumë serioze, të premtimet pa mbajtje të Kurtit. Po mu për shkak se po i bëjnë ata, ato akuza që janë reale, që janë themelta, nuk po zënë vend, sepse është një raport që Kosova ishte vendi i dytë më i varfër i Evropës. Është i dyti më i varfër, dhe kjo ndihma për cilën që po marrin tani, në fakt ndikon në rritjen e inflacionit. Ashtu kështu, thonë kosovarët, Kosova është vendi me inflacionin më të madh në Ballkan. Pra, në momentin kur ti injekton parat, cilët nuk janë mbuluar me një rritje të nivelit të shkaktit tjetër, pra një rritje organike. Po thoja që do preferoja që të kishte një fushat fokusuar te ekonomia. Disa kolegë cilët janë përfshirë denoncimin e Kurtit për mos realizime, mu për shkak të mungesës koherencës tyre, ata janë zanatçinë shkëlqyer elektoral, pra mjeshtra mastermind, megjithatë për shkak se kanë ndryshuar pozicionet vazhdimisht, nuk janë bindës dhe nuk ndikojnë sado që janë duke i shpërfaqur dështimet reale të Kurtit në ekonomi. Edhe me një minutë besoj këtu që t'i lëm pak kohë shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Ka një lloj skenari që po qarkullon në Kosovë se Vjosa Osmani po pret një tjetër humbje të Lumina Dixhikut që më pas të marrë lidhjen demokratike të Kosovës si kryetare e saj. Ju e besoni që mund ndodh pas zgjedhjeve? Po unë nuk besoj që ka nevojë për zonja Osmani për humbje, nëse çfarë, sepse zonja Osmani po të donte mund ta merrte atë parti. Zoti Dixhiku ka qenë i gatshëm, supozoj që t'ia jepte, por në emër të kësaj alkimisë që shko se ajo do kandidoj përsëri, to janë zgjedhje prezidenciale, asaj është dhënë emri kryet listë, por ama ai do të jetë kryetar. Që mund të jetë kryetare nëse nuk bëhet presidente, kjo është pak po e sigurt. Nuk ka skenar as mister në këtë gjë. Çfarë ndodhi që pas më shumë se 20 vitesh nga 2006, kur në një farë mënyrë ishte edhe Maqedonia e Veriut, apo edhe 2001, më pas kanë kaluar 25 vite nga 2001 në marrëveshjen e Ohrit, ku shqiptarët si pjesë çetformuese kishin të drejtën e tyre, e kërkojnë pikërisht tani provimin e jurisprudencës në Shqip studentët në Maqedoninë e Veriut, dhe është thënë që këtu mund të ketë më pas një dorë, ndoshta jo politike, por një dorë që nuk është aq naive sa dëshira e studentëve, por ka diçka tjetër që i lëvizi ujrat në këtë moment. Pa zhvillimet dhe më pas do plas pak edhe për ambasadorin. Po shkoj, kjo që po bëjnë studentët është diçka e vonuar, duhet kishte ndodhur më para, sepse marrëveshja e Ohorit e 2001-shit parashikonte ligje zbatuese në ato 4 shtyllat e veta, decentralizim fiskal, gjuha, përfaqësimi etj. Dhe ligji për gjuhët, i cili është miratuar vetëm vonë, integralisht 2016 me amendamenta ndoshta deri në 2019. Ky ligj pra është miratuar në raport me 2001-shin 18 vjet më vonë. Më vonë, po. Dhe studentët protestojnë për atë që provimet në momentin kur janë duke studiuar në Shqip, provimet profesionale të tyre të bëhen në maqedonisht. Në gjykimin tim, kjo është është e vonuar, por është legjitime, është lajm pozitiv sepse afirmon shfaqen në skenën politike, në skenën publike të një faktori të që janë studentët kur vinë bëjnë vetëm punë të mira, kur hynë të skenën publike, siç po ndodh, siç ka ndodhur në Shqipëri në 2017, siç po ndodh në Serbi, pavarësisht se mund të thuhet që ata janë ndikuar nga krahu ekstremist, dhe diku mund të jenë ndikuar edhe nga Serbi, nga Rusia. Në rastin e shqiptarëve të Maqedonisë, pra është lajm i mirë ky fuqizim i studentëve, i cili në fakt ndikon pozitivisht edhe për fuqizimin e vlen, por edhe të BDI-s, pra faktori shqiptar në përgjithësi. Thënë këtë, megjithatë, provimi profesional nënkupton që pastaj edhe në proceset hetimore, gjyqësore, në këto dokumentacionin juridik, të përdoret shqipja e barabartë me maqedonishtën, sipas ligjit të gjuhës, po. Në fakt, në gjykimin tim, do duhet provimit ishte në 2 gjuhët, edhe shqip dhe maqedonisht, sepse çfarë do thotë kjo nuk ka lidhje me një sens timin pajtues, dialogues, sepse ata student, ne juristë e arshëm, avokatë e arshëm, prokurorë të arshëm, mund të duhet që të
mbrojnë çështje apo të përfaqësojnë çështje në gjykata, në prokurori apo në procese që zhvillohen në zona maqedonase. Po, patjetër. Ashtu siç edhe maqedonasit mund të jenë detyruar që të shqiptar si pjesë shtetit edhe ata të japin provim shqip, sepse ata duhet të detyrohen pra që të japin shqip. Unë mendoj që kjo është zgjidhje e dur dhe mendoj që shfaqja e studentëve pra është nxjerrja nga impasje politikës në Republikën Fqinje të Maqedonisë së Veriut, kështu që është lajm i mirë dhe i mbajmë kësaj pikpamje. U shkarkua ambasadori, pati një reagim të hashme ndaj tij nga Tirana zyrtare, se pash që sot kishin nisur një peticion në Maqedoninë e Veriut për, le të themi, rikthimin e tij pavarësisht se largim zyrtar nuk ka, po flitet për një rokad me Petrit Malle në Kosovë. Jo, nuk ka shkarkim. Në dijenin time ka vlerësime të larta për punën e tij, edhe sikur të kishte zhvendosje diku tjetër, nuk është për shkak të ndonjë pretendimi, fakti që ndodh tani, vlenie për gënjeshtroj, po është dikush, është një dorë, domethënë, cila donte që ta hidhte këtë, më thonë za kokën e tij si me fjalë për të ushqyer dikë që donte. Një farë koketurku për situatën. Por unë mendoj që nuk ka shkarkim. Ambasadori bashkë me faktorët e tjerë shtetit shqiptar, bashkë me deputetët që ishin pranishëm disa ditë para, me sekretarin e përgjithshëm që ishte atje, vetë ministria me qëndrimet jo publike, po në fakt ka qëndrime jo publike që lidhen me Maqedoninë, përfaqësojnë atë që është qëndrimi tërësor i shtetit shqiptar në lidhje me këtë situatë, ka maturi, ka respekt të ligjeve të kushtetutës, konventat diplomatike dhe natyrisht kanë qasje të re proaktive të shtetit shqiptar në lidhje me Maqedoninë, megjithatë brenda kuadrit të dialogut. Maqedonia është një shtet i rëndësishëm të cilën ne nuk mund ta patronizojmë, nuk mund ta bullizojmë, por duhet zhvillojmë një politikë të kujdesshme që ta kufizojmë, ta reduktojmë sadopak ndikimin rus, por edhe serb që është shumë i thellë atje. E qartë, dhe për ta mbyllur me 1 minutë kohë, shpresoj të mos paraqykohet si pyetje që po bëri mirë, ambasadori që i priti studentët shqiptarë që nuk u lejuan të shkojnë atje? Shikoni, jo vetëm që bëri mirë, po bëri minimumin në pikpamje konsullore. Ata ishin studentë që ishin shkuar për të solidarizuar me bashkëvëllezërit e tyre dhe që janë mbajtur 8 orë pa dalë nga autobusi. Vajza, imagjinoni vajzat, domethënë, edhe problemet që kanë nga ky izolim, nga kjo mbajtje peng, tregoj vetë për mbajtje për hir të vërtetës, ka koinciduar që atë ka qenë sekretari i përgjithshëm, shteti shqiptar pra e bëri të vetën. Sepse e them këtë për shkak se mund të ketë një protestë të studentëve shqiptar këtu, para ambasadës maqedonase. Pa shteti shqiptar e ka bërë të vetën. Gjithsesi unë mendoj që në kanale jo publike ndaj palës Maqedonës duhet presion, në publik nuk duhet ushqyer ato segmente, ato pjesë politikë të Maqedonës, të cilat janë anti-shqiptare, të cilat vezisht presin që të justifikojnë fletjen me Serbinë. Është lajmi i sotshëm, lajmi që e lidh zëvendës kryeministrin që është serb në fakt në Maqedoni për lidhje të provuara me Serbinë. Pra ne na duhet maturi përkundrejt këtij faktori të rëndësishëm që është Maqedonia, që është vendi ku kalojnë 2 korridoret më të rëndësishme ekonomike, evropiane, po edhe botërore, po doni 8 dhe 10. Kënaqësi shumë që u kisha. Faleminderit Nazarko. Kënaqësi dhe për mua. Ishim me analistin mentor Nazarko, ne ndajemi për momentin, ne rikthehemi pas pak në transmetim të drejtë për drejtë me një raportim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse flitet që janë orët e fundit përpara se të arrihet një marrëveshje mes SBA-ve dhe Iranit.